Flakët e zjarrit dhe rreth e tymit prej 4 ditësh kanë pushtuar fshatra të tërë të bashkive Vau Ideës dhe Shkodër nga djegjet në landfillin e Bushatit. Bashkëtesa me tymin dhe aromën kundërmuese është kthyer në një sfidë më vete për këto familje që e cilësojnë katastrofike situatën. Se për ma gazep nuk ka mos është. Na, as nuk mund të hapim drejtore, as mund të zjerrim rroba jashtë, as mund të bëjmë asgjë. Kena bë shpimet, është bë ujë naft, nësë kena ujë, as kena asgjë. Shumë e rëndë për zotin. Nësë mund hapim drejtore, as nuk mund dalim jashtë, me marrë frymë për veti. Problem shumë është se unë jam e smur me azë, madhe të më nalë fryma, fëmija nuk munen me jetu këtu të shkollë, sa s'kërkush. Edhe tonë sa është mren, është për jarit pist, ujnë e kena shumë pist, një aty nuk munen mungi me frymë. Na jena në hall, veç me lëshu shtëpiat. Të favorizuara nga era, mbeturinat po vazhdojnë të digjen pavarësisht përpjekjes së forcave zjarfikse. As rreshtet e shiut për 2 ditë me radhë, por as zjarfikset nuk arritën të shuajnë flakët. Aktualisht po hidhet dhe për të izoluar zjarrin, por tymi vazhdon të jetë ende problematik. Për shkak të shtresave të depozitimit të mbeturinave, dyshohet se zjarri ka depërtuar në thellësi, duke e bërë më të vështirë fikjen e tij.